Ndonë se raporti i progresit për maqeninë e veriut i publikuar nga Komisioni Evropian vlerëson se vendi nuk ka shënuar pothuajse asnjë përparim në reformat kyçe, sidomos në drejtësi dhe sundimin e ligjit. Kryeministri Hristijan Mickoski është shprehur optimist dhe i kënaqur. Ai tha se ashtu siç ka deklaruar disa herë, vendi ka nevojë për reforma në gjyqësor, për të cilën tha se do të angazhohet tani pas zgjedhjeve. Shikoni, po t'i bënim ndryshimet kushtetuese, më të mire do të ishim dhe më pas të marrim veto të re e më pas probleme të reja. Atëherë, me siguri do të merrnim pesë, do të ishim kampion udhëheqës. Por nga ajo që është shkruar atje, unë jam jashtëzakonisht i kënaqur sepse nuk ka kthim brapa. Ka ngecje në disa sfera, e dim të gjithë dhe ne e flasim të gjithë këtë. Mickoski madje kundërshton disa prej deklaratave të zyrtarëve evropian, sipas të cilëve Shqipëria është përpara maqenisë së veriut në procesin e integrimit. Përndryshe nuk mund të pajtohem me konstatimin se ka disa vende të tjera që janë para nesh, për shembull ne jemi shumë para Shqipërisë, kushtimisht thënë në 8 sfera jemi para Shqipërisë, edhe pse disa nga eurokomisionerët japin deklarata të tilla siç dhanë. Kështu që kur të analizohet gjendja e shteteve se kush është gati e kush nuk është gati, nota objektive është se Malizi është i pari, në vendin e dytë jemi ne dhe Serbia dhe më pas vijnë Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova e kështu me radhë. Kujtojmë se Komisioni Evropian publikoi më 4 nëntor raportin e progresit për maqeninë e veriut, sipas të cilit vendi nuk ka shënuar as pak përparim në reformimin e sistemit gjyqësor dhe në luftën kundër korrupsionit. Raporti ka përmendur edhe tragjedinë e Koçanit, për të cilin tha se ky rast zbuloi sfida të qëndrueshme sistematike mbi zbatimin e masave antikorrupsion.